A të ka ndodhur ndonjëherë të shtrihesh në darkë dhe të mendosh, edhe sot nuk bëra asgjë që më afro me jetën që dua? Kalojnë ditët, javët, muajt dhe ti vazhdon të presësh momentin perfekt për të filluar, por ai moment nuk vjen kurrë. Në këtë episod do të flasim për arsyeën e vërtetë pse ndihesh i bllokuar dhe si mund ta ndryshosh këtë situatë. Çfarë do të thotë ndihesh i bllokuar? Shumë njerëz mendojnë se problemi është mungesa e inteligjencës, e parave apo e mundësive, por në shumicën e rasteve problemi është se jetojnë të njëjtën rutinë çdo ditë, kalojnë orë të tëra në telefon, krahasojnë jetën e tyre me të tjerë dhe presin motivimin për të filluar. E vërteta është se motivimi nuk është pika e nisjes, ai është rezultati i veprimit. Shumica nuk dështojnë sepse nuk janë të aftë, ata dështojnë sepse fillojnë shumë gjëra, dorëzojnë pas pak ditësh dhe kërkojnë rezultate të menjëhershme. Në një botë ku të gjithë kërkojnë sukses të shpejtë, fiton ai që vazhdon edhe kur nuk sheh rezultat. Disiplina fillon aty ku motivimi dorëzohet. 3 zakonet që mund të ndryshojnë jetën tënde. Fillo ditën me një fitore të vogël. Rregullo shtratin. Duket diçka e vogël, por i tregon trurit tënd se dita ka filluar me disiplinë. Lëviz çdo ditë. Nuk ka rëndësi nëse shkon në palestër apo ecën. Trupi dhe mendja janë të lidhur. Sa më mirë të ndihesh fizikisht, aq më mirë do të mendosh. Mëso diçka çdo ditë. Lexo, dëgjo podcast, shiko materiale edukative. Investimi më i mirë është ai që bën tek vetja. Pse shumica nuk arrin sukses? Problemi nuk është mungesa e informacionit. Sot kemi më shumë informacion se kurrë. Problemi është mungesa e zbatimit. Lexojmë libra, ruajmë video, bëjmë plane, por nuk veprojmë. Një person që zbaton 20% të asaj që mëson, do të ketë më shumë sukses se dikush që lexon 100 libra dhe nuk ndryshon asgjë. Po ju sfidoj me një sfidë 7 ditore. Dua të provosh këtë sfidë për një javë. Zgjohu në të njëjtën orë çdo ditë, mos e prek telefonin gjatë orës së parë të mëngjesit. Bëj të paktën 30 minuta aktivitet fizik, co 10 faqe çdo ditë, shkruaj në fund të ditës një gjë që ke përmirësuar. Në fund të javës do të ndihesh ndryshe. Jo sepse ke ndryshuar jetën tënde, por sepse ke filluar të ndryshosh identitetin tënd. Nuk je i bllokuar sepse nuk je i aftë, je i bllokuar sepse çdo ditë përsërit të njëjtat zakone. Nëse ndryshon zakonet, ndryshon karakteri. Nëse ndryshon karakteri, ndryshon jetën. Faleminderit që ishit pjesë e këtij episodi. Nëse të vlejti kjo bisedë, shpërndaj me dikë që ka nevojë ta dëgjojë.